7 minuta. 7 minuta. Zonja Zhupa, 7 minuta. Sipas rregullores, nëse nuk e merrni fjalën, interpelanca quhet e kryer. Fjala nuk merret me forcë. Fjala jepet. Fjala jepet. Nëse unë e interpretoj gabim rregulloren, atëre është e drejta juaj ta ankimoni, por jo ta merrni vullnetarisht ose forcërisht. Ju lutem. Zoti Berisha, ju lutem, unë nuk e kam mohuar asnjëherë fjalën, as tuaj, as deputetëve të tjerë, por në këtë rast nuk keni të drejtë. Zoti Berisha, në këtë rast nuk keni të drejtë ta merrni fjalën për replik. Nuk ju është përmendur emri, kemi qenë proces votimi, ju lutem mos e prishni seancën. Nëse e merrni ju, hapet diskutimi, do ta marrim gjithë për procedurë dhe për replika dhe nuk fillojmë dot. Jemi në mes të fjalës, ju lutem. Kam besim te mirëkuptimi juaj, zoti Berisha. Nuk e jap dot, sepse nuk e jap dot për replik, nuk e thash vet, sepse ishim në votim, nuk ishim në diskutime, nuk ishim në debate. Okej, kemi kërkesë për 5 minuta pushim nga kryetari i grupit Partisë Demokratike. 5 minuta pushim.